Në një kohë kur e vetmja konstante në politikën ndërkombëtare është paparashikueshmëria e veprimeve të presidentit të SBA, Donald Trump, takimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan me kancelarin Friedrich Merz në Ankara të njëjtën ishte një ushtrim i suksesshëm i rregullave të politikës reale. Politika jashtme e Merz dhe ministrit të jashtëm gjerman Johannes van de Vol, i cili ishte i pari që përshkroi Turqinë si një partner strategjik në NATO, synon të ruajë unitetin e shteteve anëtare të BE-s dhe në të njëjtën kohë forcoi bashkëpunimin në siguri dhe mbrojtje me vendet jo anëtare të BE-s, siç janë Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia. Ky është pikërisht qëndrimi që u shpreh me qartësi absolute nga Merz dhe presidenti Erdogan në konferencën e përbashkët për shtyp ndryshimin në dinamikën gjeopolitike në rajon, me sa duket e ka shtyrë Berlinin të vendosë të thellojë bashkëpunimin e tij ushtarak me Ankaran. Sa i përket thirrjes së kancelarit gjerman në kriteret e Kopenhagenit që Turqia nuk i plotson dhe që pengojnë integrimin e saj në BE, presidenti Erdogan thjesht kundërshtoi me kriteret e Ankaras. Përveç kësaj, në këtë fazë, Turqia nuk ka arsye të kërkojë antarësim në bashkim. Mosmarrveshja për krizën e Gazës ishte e dhënë që në fillim Turqia është i vetmi vend musliman antar i NATO-s, por më tepër është i vetmi vend në Europë që nuk është i ngarkuar me vrasjen e hebrejve, që nga koha e perandorisë osmane ajo ka qenë një streh për hebrejtë e përsekutuar, të tjerë paguajnë çmimin e Holokaustit. Sa i përket Greqisë, e cila shfrytëzoi antarësimin e saj në BE për t'u kundërvënë presionit nga Ankaraja, është e qartë se tani po fillon të peshojë me kujdes implikimet e rritjes së rëndësisë strategjike të Turqisë, si nga SBA-ja, ashtu edhe nga BE-ja, shkruan Kathimerini. Por kjo është një histori shumë e vjetër. Rreth fundit të nëntorit 1839, mbreti Oto i Greqisë dërgoi ministrin e jashtëm Konstantino Zagrafos për t'i dorëzuar sultanit të ri Abdulmexhit i parë letrën e tij të urimit me autograf dhe për të përfunduar një traktat me Portën e Lartë. Pasi paraqiti kredencialet e tij në Topkapi, ai filloi negociatat me homologun e tij Osman, Reshid Pasha, dhe në mars 1840 nënshkroi një marrëveshje ndërshtetërore ad referendum, të cilën do t'ia paraqiste qeverisë në tërësi për miratim ose refuzim. Në Këshillin e Shtetit, Andrea Zaimi denoncoi traktatin e pandershëm. Shtëpia e Zografit u qellua me gur nga turma e tërbuar dhe atij u shpall anatema. Në vitin 1855 u nënshkrua një traktat i ri që nuk ndryshonte në thelb nga ai i Zografut dhe Reshid Pashës. Ky ka qenë kursi i marrëdhënieve midis Greqisë dhe Turqisë që aso kohe.